Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ambasada amerikane në Shkup konfirmon se procesi i shqyrtimit të adresimit të shqetësimeve kriminale transnacionale është aktiv dhe i vazhdueshëm. Reagimi erdhi si përgjigje ndaj adresimit të mediave. Në të thuajse Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë prekosh se korrupsioni minon demokracinë, dobëson sigurinë dhe pengon rritjen ekonomike, ndërsa mungojnë komentet për individ apo afate kohore specifike. Sipas ambasadës amerikane, asnjë aktor i korruptuar nuk duhet të marrë imunitet nga llogaridhënia. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me partnerë në të gjithë qeverinë, shoqërinë civile dhe sektorin privat për të forcuar transparencën dhe për të luftuar kriminalitetin, thuhet në përgjigjen nga seksioni i diplomacisë publike pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Maqedoninë e Veriut. Bashkimi Evropian shpreh shqetësim për sundimin e ligjit në Ballkanin Perëndimor dhe në Maqedoninë e Veriut. Komisioneri Evropian e përzgjerimit Marta Kosën vizoi se vijon praktika e ndërhyrjes në procese gjyqësore, presionin ndaj zyrtarëve që hetojnë korrupsionin dhe politizimi i trupave rregullator të mediave, gjë që sipas saj është e papranueshme. Komisioneri Evropian e theksoi se BE është e themeluar mbi sundimin e ligjit që nënkupton gjyqësor të pavarur, zgjedhje të ndershme dhe media të lira. Marta Kos paralajmëroi se vendet kandidate që nuk mund të sigurojnë këtë nivel të sundimit të ligjit nuk mund të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian. Ai shtoi se sundimi i ligjit është një parakusht kyç për integrimin. Qeveria e Maqedonisë së Veriut miraton 31.000 m2 tokë shtetërore në pronësi të Universitetit Nën Tereza. Zëvendës kryeministri i parë, Izzet Mexhiti, tha se ky vendim i jap rrugën marrjes së lejes dhe zhvillimin e ndërtimit të kampusit në një vlerë prej 34.5 milionë euro. Është dhënë në shfrytëzim të përhershëm, pra si pronë 31.434 m2 tokë shtetërore është bërë pra në shfrytëzim të përhershëm Universitetit Nën Tereza. Dhe me këtë hapet rruga që të jepet leja ndërtimit dhe shkon drejt të realizimit të projektit të kampusit universitar në Universitetin Nën Tereza. Maqedonia e Veriut vijon përpjekjet për identifikimin e autorëve të zjarreve që përfshin vendin. Kryeministri Istera Mickovski deklaroi se autoritetet kanë identifikuar rreth 20 persona. Sipas tij, ka tregues të fortë se këto veprime janë të organizuara dhe se pas tyre qëndrojnë qendra të fuqishme brenda dhe jashtë Maqedonisë së Veriut. Në rastin e zjarrit në Trubarev, 4 persona ndodhen në paraburgim, por jo për zjarrvënie direkte, por për rrezikim të ambientit përmes trajtimit të palishëm të mbeturinave. Merret ministri Toshkovski bëri të ditur se një pjesë të dyshuarve janë pjesë e një grupi të organizuar. Banka Evropiane me 7.5 milionë euro për investime të gjelbra ofron mbështetje për energji të rinovueshme dhe zhvillim rajonal në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në rajonin e Pellagonisë dhe rajonin Jug Perëndimor, Banka Evropiane po jep një mundësi për kompanitë vendase të mëdha, të vogla dhe të mesme që mund të investohet në energji të rinovueshme, efikasitet energjik, si në investime kapitale për zhvillim rajonal. Projekti quhet Investime të Gjelbra. Vlera, e cila është siguruar për financim, është 7.1 milionë euro. Është siguruar nga Banka Evropiane dhe shpërndahet tek shfrytëzuesit nëpërmjet institucioneve financiare përmes 2 bankave më të vogla. Rajoni. Puna e gjykatës kushtetuese të Republikës Kosovës dhe roli i saj në ruajtjen dhe forcimin e sundimit të ligjit u paraqitën si çështjet kryesore të bisedimeve, të trajtuara nga kreu i kushtetueses Nexhmi Rexhepi me drejtorin për Europën Perëndimore dhe qendrore në Departamentin Amerikan të Shtetit Mark Fleming. Sipas njoftimit të gjykatës, nënvizohet se kryetari Rexhepi e falenderoi Fleming për telefonatën dhe shprehu vlerësimin e tij për mbështetjen e vazhdueshme të qeverisë së Shtetit të Bashkuara të Amerikës për punën dhe pavarësinë institucionale të gjykatës. Ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit James Rubin përfundoi dëshminë në dhomat e specializuara të Kosovës në Haag në ditën e 3 me radhë. Në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, Rubin tha se ishte privilegj për të që të jap dëshmi në këtë proces, përkundër faktit që ka zgjatur pak si shumë. Ish diplomati amerikan përfundoi dëshminë me ritheksimin se e tërë deklarata e tij bazohet në atë që UÇK nuk ka pasur një strukturë organizative. Në mbrojtje të Hashim Thaçit, ish presidentit Kosovës, James Rubin shprehu shqetësimin se ish krerët e UÇK-s janë mbajtur kaq gjatë në paraburgim, pasi siç tha ai, janë dorëzuar vullnetarisht. Këto komandanti kanë thënë atij çfarë të bënte. Do të thonë marrëdhënia ishte e tillë që nuk i thoshte Hashimi komandantëve çfarë të bënin, por komandantët ishin ata që i thonin Hashimit se çfarë të bënte. Heqës, nuk ishte kompetenca, nuk ishte autoritet. Ai ishte thjesht pasqyrimi një lëvizjeje. Dhe shumë persona në atë lëvizje donin pavarësi tani, ose më së paku të shprehej në dokument, të konfirmojnë në dokument se do të realizohet pavarësia. Ideja ishte si t'i kënaqim të gjithë. Dhe mënyra e vetme për ta bërë këtë ishte që
të kishim një dokument të vagull sa i takon pavarësisë. Ai këtë nuk mund ta pranonte, sepse ati kishin thënë që nëse e bën këtë, siç na tha dhe me fjalët e veta, do të ishte një tradhtar. James Rupin është dëshmitari i parë i mbrojtjes së Thatchit, e cila ka paraparë që në të sillen rreth 11 dëshmitar. 25 vite pasi janë larguar nga qeveria, kam pyetur të gjithë ata që mund kishin pasur informacion lidhur me këtë pretendim, dhe jo vetëm në vitet 2000, por edhe dekada më vonë, kur miqtë dhe shokët e mi kishin mundësi që të më jepnin informacione që kishin qenë informacione inteligjente një kohë, asnjëherë nuk më kanë dhënë të dhëna as informacione që bën lidhje me këto pretendimeve me ndonjë nga drejtuesit e UÇK-s. Pas përfundimit të dëshmisë treditore të ish diplomatit amerikan James Rupin në Haag, nisi dëshminë eksperti amerikan Paul Williams. I thirrur nga mbrojtja, i deklaroi se gjatë periudhës së luftës ishte i angazhuar si këshilltar ligjor i delegacionit kosovar në proceset e Rambujes. Juristi Williams tregoi me detaje se si ishte bërë pjesë e delegacionit Kosovës gjatë negociatave. Sipas përmbledhjes së lexuar nga avokati Hashim Thaçi, dëshmitari ishte këshilltar ligjor pa pagesë për delegacionin shqiptar. Sa i takon Rambujes, mua më shkërkuar që të përpiroj të përgatis pra gjuhën e cila ishte sa më gjithëpërfshirëse që ishte e mundur për të siguruar që Tribunali Penal Ndërkombëtar për Jugosllavin të ishte në gjendje, në farë mënyrë pra që të kishte gjitha përgjegjësitë e veta dhe kompetencat për të zbatuar mandatin e tij. Williams duke folur para gjykatës speciale në Haag për mbështetjen që delegacioni kosovar i ka dhënë Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavin gjatë bisedimeve në Rambuje, pohoi se Hashim Thaçi dinte se kjo mund të përfshijë dhe hetime potenciale ndaj anëtarëve të UÇK-s. Ish ambasadori i Hollandës në Kosovë, Robert Bosch, deklaroi se ngritja e gjykatës speciale nuk është perceptuar si përpjekje e sinqertë për drejtësi. Në intervistë televizive, ai deklaroi se ka qenë i përfshirë që në vitin 2010 dhe gjatë luftës kanë bërë gjithçka me ndërkombëtarët për të sjellë paqe. Sipas tij, Kosova vazhdon të mbajë barrën e përgjegjësisë për marrëveshjen me Serbinë dhe theksoi se shumë individ përgjegjës për krimet e viteve 90 sot mbajnë pozita të rëndësishme në Serbi. E gjithë kjo gjykatë ishte pjesë e një marrëveshje që ne krijuam de facto për serbët. Nuk është një gjykatë objektive, por është një gjykatë për të shërbyer Serbisë, shtoi ish ambasadori i Hollandës në Kosovë, Robert Bosch. Deputeti i vetëm shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaib Kamberi, paralajmëron se në Beograd po bëhen përpjekjet e fundit për futjen në komision të shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Kamberi tha se kjo nisëm po ngjall shqetësime tek shqiptarët në luginën e Preshevës. Kujtesa kolektive shqiptarëve është akoma e rëndë për ato pasoja tragjike, prandaj në procedurë parlamentare dorëzova propozimin për themelimin e një komisioni të posaçëm me mandat për të zbardhur rastet e vdekjeve të 135 ushtarëve shqiptar në radhët e Armatës Popullore të Jugosllavisë gjatë viteve 80. Shumë nga këto raste të regjistruara si vetvrasje, aksidente apo shkelje disiplinore u konsideruan të dyshimta nga familjet e viktimave, të cilat shpesh raportuan shenja dhune mbi trupat e kthyer, deklaroi Shaib Kamberi. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s vlerësoi rolin e Shqipërisë në Aleancë gjatë një takimi në Bruksel me kryeministrin Edi Rama. Mark Rutte u ndalte te përpjekjet e Shqipërisë për të riaktivizuar industrinë ushtarake. Shqipëria është një aleate e palëkundur. Shqipëria do të mbërrijë 2% në shpenzimeve ushtarake, këtë ditë që është një angazhim i madh. Shqipëria po zhvillon bazën e saj industriale, përfshi edhe përmes ndërmarrjeve të veta shtetërore, çka është e rëndësishme sepse na duhet një bazë më e fortë industriale në mbar NATO-n. Sekretari i NATO-s kujtoi dhe mbështetjen që Shqipëria i ka dhënë Ukrainës. Ju po ndihmoni shumë me Ukrainën, për shembull, përmes komandës tonë në Wiesbaden, ku kemi një mision shqiptar, por po kështu përmes trajnimit gjyqësor për partnerët në luftime, për teknikët, kështu që po bëni shumë kur vjen fjala për Ukrainën. Dhe jashtë Shqipërisë, ju po merrni pjesë në forcat atlantike në Letoni, në Bullgari, jeni aktiv në Kosovë përmes KFOR-it, kështu që vërtet po bëni shumë më tepër për temat si thuan. Sipas kryeministrit të Shqipërisë, tema e bisedimeve ishte dhe investimi madhor për portin e ri të Durrësit, ku NATO do të angazhohet për terminalin ushtarak. Rinisim rilindjen e industrisë son, jemi shumë të prirur të diskutojmë me ju punën e mëtejshme që duhet bërë për të mundur portin e ri ushtarak në Shqipëri, në Porto Romano. Pozicionimi i Shqipërisë si një qendër e besueshme për industrinë e mbrojtjes, zinxhirët e furnizimit, lidhshmërinë dhe ndërveprimin ushtarak,
Në të gjithë Europën juglindore dhe rajonin e Adriatikut është objektivi kryesor i Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë. Shqipëria po ecën me vendosmëri në të rrugë, duke rritur shpenzimet e mbrojtjes, duke rigjalluar bazat tonë industriale, duke investuar në infrastrukturë në përputhje me prioritetet e NATO-s dhe BE-s. Qëllimi ynë është ta pozicionojmë Shqipërinë si një qendër të besueshme për industrinë e mbrojtjes, zinxhirët e furnizimit, lidhshmërinë dhe ndërveprimin ushtarak, lëvizshmërinë ushtarake në të gjithë Europën juglindore dhe rajonin Adriatikut dhe në hapësirë me rëndësi të pamohueshme strategjike për sigurinë atlantike. Piro Vengu, gjatë konferencës së 28 të shefave të shtabit përgjithshëm të kartës së Adriatikut të mbajtur në Tiranë, tha se për të mbetur të rëndësishëm dhe të besueshëm duhet të veprojmë me vendosmëri në 5 fusha kyçe. Rritja e burimeve financiare për buxhetet tona të mbrojtjes, zgjerimi i industrisë së mbrojtjes dhe prodhimit ushtarak, të fitojmë aftësi vlekëprurëse dhe në përdorim të dyfisht për të modernizuar forcat tona të armatosura. Investimi në infrastrukturën kritike dhe kapacitetin e vendeve pritës për të përforcuar qëndrueshmërinë dhe forcimi i ndërveprimit me aleatët dhe partnerët përmes trajnimeve dhe operacioneve. Drejt përfundimit mandati Altin Dumanit në krye të SPAK, Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpalli vendin vakant për drejtues të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Prokurorët do të kenë mundësi të aplikojnë për këtë funksion deri më 8 tetor të këtij viti. Procedura për drejtuesin e ri të SPAK nisi 3 muaj para mbarimit të mandatit aktual. Altin Dumanit i mbaron mandati më 18 tetor 2025. Relatori Sokol Stojani u shpreh se drejtuesi i prokurorisë posaçme zgjidhet nga radhët e prokurorëve të kësaj prokurorie me shumicën e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për 3 vjet pa të drejtë zgjedhje sipas ligjit. Kuvendi i Shqipërisë përfundon ngritjen e komisioneve parlamentare. Deputetët e mazhorancës votuan me 77 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim emrat e paraqitura nga mazhoranca për 7 komisionet që i kryesojnë. Ndërkohë opozita caktoi emrat për kryesimin e 4 komisioneve parlamentare dhe 7 nënkryetarët. Kuvendi vendosi përbërjen e kryesive të komisioneve të prershme të kuvendit. Milva Ikonovi është kryetare dhe Rion Braçi nënkryetari i Komisionit për Ekonominë, Punësimin dhe Financat. Komisioni për çështjet ligjore dhe administratë publike ka kryetar Ulsi Manjen dhe nënkryetar Damian Gjiknurin. Komisioni për çështjet e brendshme dhe mbrojtjen ka kryetar Bledar Çuçin dhe nënkryetar Olta Xhaçkën, ndërsa Partia Demokratike caktoi që Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe Sportet ta drejtojë Luciano Boçi. Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën do të drejtohet nga Ina Zhupa dhe Komisioni për të Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik do të drejtohet nga Jorita Tabaku, ndërsa Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenie Sociale nga Bars Pahia. Partia e Lirisë miraton grupin parlamentar në kuvend me 7 deputet. Tedi Blushi është kryetare, Edmond Xhinasu zëvendës kryetar, Erisa Xhixho zëdhënëse dhe Brunilda Xhiu sekretare. 3 anëtarët e tjerë janë nga radhët e Partisë Demokratike. Bota. SBA dërgon pakot e para me ndihmë armësh amerikane të administratës së presidentit Donald Trump. Washingtoni po e rinis dërgimin e armëve për Kievin, kësaj radhe sipas një pakti të ri financiar me aleatët, i kanë thënë agjencisë së lajmeve Reuters 2 burime të afërta me këtë çështje. Ky është propozimi i parë i një mekanizmi të ri të zhvilluar nga SBA dhe aleatët për furnizimin e Ukrainës me armë nga rezervat amerikane duke përdorur fonde nga shtetet e NATO-s, raporton agjencia Reuters. Në sekretari i mbrojtjes i SBA-s, Elbridge Colby, dërgoi 2 dërgesa $500 milionë sipas mekanizmit të ri, i cili quhet Lista e kërkesave prioritare të Ukrainës, tan burimet. Bashkëpunimi i ri për të rirë transatlantik me të cilin synohet fuqizimi i mbrojtjes së Ukrainës me një vlerë prej $10 miliardë, përfshi sistemet e mbrojtjes ajrore për të cilat Ukraina ka urgjentisht nevojë. Kancelari gjerman Friedrich Merz kërkoi nga Europa të mos lejojë Rusinë të përcaktojë kushtet e një marrëveshje paqe në Ukrainë, duke paralajmëruar se duke vepruar kështu, kjo vetëm sa do ta nxiste presidentin rus Vladimir Putin të kërkonte objektivin e tij të radhës. Putin i ka testuar limitet tona për një kohë të gjatë, ta Merz në Bundestag, ndërsa po i drejtoi ligjvënësve si pjesë e javës së buxhetit të shtetit. Ai saboton, spionon, vret dhe përpiqet të shqetësojë njerëzit, tha ai. Merz tha se kjo ishte e dukshme në Poloni javën e kaluar, kur dronët rus shkelen hapësirën ajrore të vendit dhe urrëzuan prerë të parë mbi territorin e saj. Komisioni Evropian po shqyrton mundësinë e ndalimit të plotë të hyrjes së turistëve rus në Bashkimin Evropian si pjesë e paketës së 19 të sanksioneve ndaj Moskës për shkak të luftës së vazhdueshme në Ukrainë. Nëse ky vendim miratohet, masa do të jenë më të ashpra për qytetarët rus, gjë që do të kërkojë marrëveshje unanime nga të 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Propozimi u hartua nga Polonia, Finlanda dhe vendet balltike, të cilat prej kohësh kanë mbështetur kontrolle më të forta për udhëtarët rus. Nga ana tjetër, vende si Italia, Spanja, Greqia, Franca dhe Hungaria mund të kundërshtojnë një ndalim të plotë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.